filloi pastrimi, filloi rafinimi. Anania, që ishte një shpërtor i devotshëm sipas ligjit, Veprat 22 e thon, ishte një njeri i devotshëm sipas ligjit që kishte një dëshmi të mirë midis judenjve. Ishte duke ecur në urdhrimet e Atit në ligjin e tij. Mesia Krishti e vizitoi në vizionin dhe tha shko tek shërbëtori tim, thot Shaul Pali, thot sepse kam zgjedhur që të jetë të drita e jo hebrejve. Po ishte rafinimi që Mesia po bente. Ai po çfarë po bente? Po sillte paqen dhe këto urdhërime të porositura të përfituara nga ishin porosit e farisejve vlla motër. Te keq kupton komplet besimtari sot kur shikon ligjin e urdhërimeve, shikoj i hoqi. Hoqi ligjet dhe urdhërimet që ishin krijuar nga njeriu, traditat e njerëzve, Marku 7, Marku 2, Mateo 13, Mateo 25. Flet për këto gjëra. Janë ligjet e urdhërimeve të njeriut.